Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një kek super fantastik dhe të shijshëm me bajame. Atëherë për këtë kek kam 3 kokra vezë, kam 320 gram miell, 125 gram i kam kos, 160 gram i kam sheqer, kam baking powder, 100 ml vaj misri, 80 ml qumësh, pak krip, 100 gram i kam bajame të grira tek mikseri i qepës dhe 20 kokra i kam bajame. Janë të plota për ta shtuar sipër kekut. Këto janë përbërësit. Si fillim do fillojmë të rrahim vezët me sheqerin. Atëherë kemi rrahur për disa minuta vezën me sheqerin. Do shtojmë kosin, qumshtin dhe vajin. Shtojmë të gjithë përbërësit e langshëm dhe do t'i rrahim edhe 1 minutë, po themi me mikser, jo më shumë. Pasi kam rrahur të gjithë produktet e langshme, mikseri nuk na duhet më, tani do vazhdojmë me spatull. Atëherë, do shtoj miellin, do ta shtojmë avash avash. Kam shtuar baconin, do shtoj një majluge me krip, do t'i sitim dhe avash avash do t'i përzim të mielli. Ta nuk do përdorim më mikserin, por do përdorim spatulën. Pasi kam përfunduar të gjithë miellin dhe po jap dorën e fundit, po themi, të trazimit, do shtoj bajamet e thermuara. I shtojmë të gjitha e përzijim brumin mirë që dhe bajamet të vënë gjithandej, po dhe brumi të jetë përzirë mirë. Atëherë brumin e kemi gati. Do marr tavën që do përdor. Atëherë unë kam përdor një tavë të rumbullakët dhe kam shtruar letër fure. Por në qoftë se keni dëshirë të përdorni, se di ndoshta një tavë katrore, një formë keku, e dini vetë, e keni në dorën tuaj, varet nga forma që do përdorni. Në qoftë se dëshironi që të përdorni në tavë me keku, tavë normal e keku, me formë, atëherë duhet që ta lyeni më përpara me gjalp, në temperaturë ambienti, dhe pastaj me pak miell. Në qoftë se do ta bëni në një tavë katrore, mund të shtroni letër fure dhe nuk keni pse shtoni fare gjalpin edhe miellin. Atëherë kam vendosur të gjithë brumin dhe sipër do shtojmë bajamet e plota. Mund të shtoni sa të dëshironi ju. Nuk është e thënë që të shtoni 20 sa dua të shtoj unë. Është i pas dëshirës. I kemi shtuar edhe bajamet. Atëherë, do ta fus në furrë, furrashe para ngrohur. Normalisht kur fillojmë me ëmbëlsirën, edhe furrën e ndezim. Furra 175 gradë për 40-45 minuta, do ta shikoni vetë. Keku me bajame ka përfunduar, del shumë i shijshëm dhe shumë i veçantë. Provojeni, se keni për të ngel shumë të kënaqur. Ju bëf të mirë, miq të dashur.